Pastaj thot Allahu Azza wa Jall, "Wala tubadhir tabdhira." O Muhammed, mos e shpërdoro pasurinë tënde. Ke kujdes mos e jep atje ku nuk është Allahu i kënaqur. Mos e jep në përdarka të ndryshme, në përshpërdorime të ndryshme, shkon në përdarka dhe shpërdorojnë. Marrin ushqim aq sa nuk kanë nevojë me e marr. Kjo llogaritë shpërdorim i pasurisë. Nëse shkon me një darkë, mos merr 5 lloje të ushqimeve duke e ditur se ti nuk ke mundësi që ti hash ato ushqime. Pastaj çka bëhet me atë ushqim, me atë bereqet, merret dhe gjuhet nëpër bërlloqe, nëpër koshet e bërlloqeve. Dhe kjo llogaritë shpërdorim vllazni. Allahu na ruaj. Këto janë të mirat e Allahut mohohen edhe nëse njeriu e shpërdoron dhe nuk i kushton kujdes begative dhe mirësive të Allahut Azza wa Jall. E Allahu Azza wa Jall, shembullin e shpërdoruesve, shembullin e mohuesve të mirat të Allahut e ka përngjasuar me shembullin e shejtanit, djallit të mallkuar. Thot innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Thot ata të cilët e shpërdorojnë pasurinë e tyre, këto me të vërtet janë vëllezërit e shejtanit. Janë vëllezërit e djallit. E shejtani është mohues i fortë i të mirave të Allahut Azza wa Jall. Ka thënë dietarët në komentin e këtij ajeti në tefsirin e Sa'dit, thot shejtani i urdhëron që të bëhen kopratës. Që të bëhen kopratës aty ku Allahu Azza wa Jall është i kënaqur që të jepet. Kur ju kërkohet atyre për të ndihmuar ndonjë projekti në rrugën e Allahut Azza wa Jall, të japet ndonjë dinar, të shpenzohet ndonjë dinar në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ai bëhet kopratës, e shtrëngon, nuk i mundsohet, e dëgjon shejtani i thot djalli i thot mos jep, nëse e din sa argjime ke ti, a e din se muin s'u mbulojsh, a e din se nuk dalin tash 800 euro, 700 euro, a e din, e frikson. Ndërsa kur vjen puna për ndonjë haram, për ndonjë shpërdorim, kur vjen puna ta blejë ndonjë mark të shtrenjtë, ndonjë tesh që ati ja ka qefi, është e shtrenjtë, ndonjë disa këpucë të shtrenjta, atëherë shejtani i thot, bleje, s'ka gale, nuk prish punë, bonja qefin vetes, përse punon ti? Për vetin punë, ja për vetin, ja për kënd. A kur ishte në rrugën e Allahut Azza wa Jall, mos s'unja dalish mujt. Hajde ti ndihmojmë një projekti, të botohet një libër ku do kenë dobi muslimanët, jo, hajde ndihmojmë një vendi ku kanë nevojë muslimanët, se përmendet emri Allahut, mësohet feja Allahut, mos jep atje, mos ndihmos, atyre nuk ju takon zeqati. Ato janë mektebe, na për mektebe mos jepni, sa atyre nuk ju takon zeqati. Na për xhamia mos jepni, sa atyre nuk ju takon zeqati. E kujt i takon zeqati? Na për disko? Na për diskoteka? Apo vendeve të ndryshme, apo qefeve të tua, a këtu nuk llogaritet kjo shpërdorimi i pasurisë dhe humbje e të mirave të Allahut Azza wa Jall? E nëse e jep për në rrugën e shejtanit, atë dije se e ke shpërdoru pasurinë tënde dhe je bë vllai i shejtanit. E sa mohues i fortë është shejtani ndaj të mirave të Allahut Azza wa Jall, prandaj o vëllezër i morëm dy porosi prej këtij ajeti madhështor. Në parë është që t'ja nisim dhe t'ju ndihmojmë të kemi kujdes pas respektit ndaj prindërve, respektit të Allahut dhe prindërve, t'ju ndihmojmë të afërmit tonë, mos i lëmë keq të afërmit tonë. T'ju ndihmojmë sipari atyre. E pastaj me ju ndihmu fukarajve, me ndihmu udhëtarve, edhe mos të bëhemi për atyre të cilët e shpërdorojnë pasurinë, qoftë ajo në për argjime të ndryshme, apo duke e dhënë atje ku nuk i takon dhe nuk e ka vendin dhe është e ndaluar. Allahu Azza wa Jall na udhëzoft në rrugën e drejtë.